Edi Rama u bëri protestuesve me falangat e Hitlerit. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Dje në përçartjet e tij, ai u rrek të krahasoj të pavdekshmin luftëtarin e lirisë Mithat Frashëri me Adolf Hitlerin, barbarin e kohrave. Për fajin e vetëm se ata përdorin protestuesit, përdorin një slogan të mirënjohur të Mithat Frashërit, kreu të ballit kombëtar, projektit cilit për Shqipërinë ishte projekti më madhështor i kohës. Të krahasosh sloganin e Mithat Frashërit Shqipëria shqiptarëve me sloganin e Adolf Hitlerit se ky vend është vetëm i juaj, me të cilin ai organizoi Holokaustin, krimin e njerëzimit më të shëmtuar të kohrave, do të thotë ti je i çmendur, do të thotë ke humbur çdo sens nga realiteti yt.